O Allahu ynë, ti je furnizuesi, ai I cili furnizon çdo krijesë me nevojat jetësore, pa marrë parasysh nëse është besimtar apo jo besimtar. Vërtet, I gjithë furnizimi vjen nga ti dhe me lejen tënde. Vërtet se ti këdo e furnizon me bollëk dhe atij që ti do, ja pakson furnizimin. Sado që ne të mundohemi, nuk e arrijmë përveç se atë që na ke caktuar. E nëse ti dëshiron, e furnizon robin tënd pa u munduar shumë. O Zoti ynë, ti je zgjedhjedhënësi, je ai I cili hap depot e mëshirës së ti për robrit e sinqert, por edhe që gjykon me drejtësi në çdo çështje. Të lutemi, o Zoti ynë, na I hap çështjet tona, bëj të lehta për ne dhe na jep zgjidhje në to. Të lutemi, na I hap derën e mëshirës tënde në këtë muaj të begat. Na I prano lutjet, sadakat dhe agjërimin ton që po e bëjmë për hir tëndin. O Zoti I gjithësisë,